إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, vetëm ata e lavdërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu Azza wa Jall e udhëzon nuk ka kusht ta humb dhe atë të cilin Allahu e humb nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adurohet veç Allahut Azza wa Jall, që është I vetëm dhe I pashoq, dhe se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Thot Allahu I lartësuar: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, kiheni frikë Allahun, ashtu sikurse I takon atij që të kihet frikë dhe mos vdisni veç se duke qenë musliman. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, kini frikë Allahun, Zotin tuaj, I cili ju krijoi juve prej një personi të vetëm, e prej Tij krijoi bashkëshortën e Tij. E prej atyre të dy krijoi burra e gra të shumtë. Kini frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet farefisnore dhe dijeni që Allahu është mbikëqyrës mbi ato që ju veproni. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, kini frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta, e nëse ju e bëni këtë, atëherë Allahu ja u rregullon juve punët tuaja dhe ja u fal gjunahet. Dhe ai I cili I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij ka arritur një fitore të vërtetë. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, mirësitë e Allahut Azza wa Jall, të cilat na I ka dhënë, janë të panumërta. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha." Nëse ju do të mundoheni ti numëroni mirësitë që Allahu ju ka dhënë, kur nuk do të mundeni ti numëroni ato, ti mblidhni ato. Mirësia më e madhe që Allahu Azza wa Jall I ka dhënë njerëzve të gjithë është ajo mirësi e cila e afron njeriu tek Allahu dhe e shpije njeriu në xhenet. Dhe ajo është Islami. Mirësia më e madhe që Allahu mund t'i japi një njeriu është feja, është Islami. Dhe të gjitha gjërat e tjera, sa do të vlefshme të jenë, vijnë pas kësaj mirësie. Duhet të dimë të gjithë që udhëzimi në Islam është mirësi nga Allahu Azza wa Jall. Nuk është se ne e kemi merituar apo kemi qenë të veçantë. Është mirësi dhe ta dish që Allahu Azza wa Jall të ka zgjedhur në mesin e kaq njerëzve të tjerë të cilët nuk besojnë. Të gjithë ne shohim njerëz të cilët mundohen, punojnë ditë e natë për të mbajtur fëmijët e tyre, familjet e tyre çfarë kanë. Edhe megjithatë I shef këta persona të cilët nëse nuk besojnë në Allahun Azza wa Jall, gjithë mundin e kanë të humbur. Përse? Se ata thjesht do shpërblehen në këtë botë për këto vepra të cilat kanë bërë. Dhe ditën e gjykimit tek Allahu Azza wa Jall nuk kanë për të pasur asgjë. Një ndër njerëzit I cili më së shumti e donte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili ka sakrifikuar shumë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka mbrojtur. Ka sakrifikuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e tij, me pozitën e tij, me çdo gjë. Ky ishte xhaxhai I tij, Ebu Talibi, dhe megjithatë nuk ka besuar. Dhe ky person e gjithë kjo vepër që ka bërë nuk mund ta shpëtojë atë nga dënimi I Allahut Azza wa Jall. Sikurse lajmëron profeti sallallahu alaihi wasallam që ai do të jetë prej banorëve të zjarrit. Ndaj të falenderojmë Allahun Azza wa Jall për gjitha mirësitë që na ka dhënë. Allahu thot: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju më falenderoni, unë do ja ushtoj mirësitë. "Wa la in kafartum inna adhabi la shadid." Dhe nëse ju jeni mos mirënjohës ndaj këtyre mirësive, atëherë dijeni që ndëshkimi im është I ashpër. Të nderuar vëllezër, një sure në Kur'an, prej sureve më të shkurtra të Kur'anit, përmban 3 ajete. Për këtë sure, Imam Shafi'i
një nga imamët më të mëdhenj të Islamit, nga dietarët e mëdhenj, të cilit i atribuohet medhhebi Shafi'i, thotë sikur Allahu Azza wa Jall mos i kishte zbritur njerëzimit veç kësaj sure, kjo sure do i mjaftonte. Dhe bëhet fjalë për surën Al-Asr. Thotë Allahu i lartësuar, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betohet Allahu Azza wa Jall në kohën. Thotë betohem në kohën. Të gjithë njerëzit janë në humbje. Me përjashtim të atyre të cilët kanë besuar, kanë kryer vepra të mira, e kanë këshilluar njëri tjetrin të përmbahet të vërtetës, të drejtës, dhe e kanë këshilluar njëri tjetrin të bëjnë durim. Allahu Azza wa Jall ka përmendur që gjithë njerëzimi, nga i pari e i fundit, të gjithë janë të humbur nëse nuk plotësojnë këto 4 kritere që ka përmendur Allahu në këtë sure. Dhe koha për të cilën bëhet fjalë është vazhdimi dhe kalimi i gjitha momenteve, sekondat, minutat, orët, ditët, javët e me radhë. Për këtë kohë betohet Allahu Azza wa Jall dhe thotë e gjithë njerëzia, të gjithë njerëzit janë të humbur. Me përjashtim të atyre, ka përmendur 4 kritere. I pari nga këto kritere është besimi, veç atyre që kanë besuar. Pra që njeriu e para është të besuar në Allahun Azza wa Jall. Të besuar në Allahun, të besuar profetin sallallahu alaihi wasallam, të ketë hyrë në fenë islame. Kriteri i dytë është kanë kryer vepra të mira. Thjesht të thuash besoj nuk mjafton. Ne shumë njerëz dëgjojmë që thotë unë jam besimtar, por çdo që nuk falet. Pretendon se beson, por nuk agjeron. Pretendon se beson dhe nuk i kryen veprat e mira. Ky person nuk ka besuar realisht. Allahu Azza wa Jall në ajete kuranore të shumta i shoqëron bashkë besimin me veprat e mira. Pra këto të dyja nuk ndahen. Këto të dyja nuk ndahen. Dhe besimi sakt është ai besim me të cilin ka ardhur profeti sallallahu alaihi wasallam. Besimin nuk mund ta sjellë njeriu nga vetja e vet. Dikush mund të thojë un jam besimtar, po jo fetar. Kjo s'ka asnjë kuptim. Besimi është ai të cilin Allahu Azza wa Jall ka dërguar profetët e tij. Mendja e njeriu nuk e kap dot, nuk i interpreton dot ato gjëra të cilat i kërkon Allahu Azza wa Jall. Nëse Allah nuk do na dërgonte profetët, nuk do i zbriste atyre librat. Pra besimi nuk lihet secilit besojnë në mënyrën e vet. Mënyra e besimit është e caktuar. Sikurse edhe të gjitha ritualet e tjera fetare, sikurse namazi që ne falim është i caktuar. Nuk mund vi dikush me diçka nga mendja e vet, të thojë po e falim namazin e sabahut 4 rekate. Pra besimi dhe çdo gjë që lidhet me të dhe që kërkon Allahu Azza wa Jall është e caktuar, e ka caktuar tjetër kush, na e ka kërkuar Allahu Azza wa Jall në një mënyrë të caktuar. Nuk mund t'i kapim ne me mendjet tona këto. Kriteri i tretë të cilin ka përmendur Allahu Azza wa Jall është wa tawasaw bil haqqi, e këshillojnë njëri tjetrin që t'i përmbahen të vërtetës. Dhe e vërteta bëhet fjalë besimi dhe kryerja e veprave të mira. Pra këta për kritereve të njerëzve të shpëtuar është që e këshillojnë, e porosisin njëri tjetrin për vepra të mira dhe e ndalojnë nga veprat e këqija. Dhe e katërta thot wa tawasaw bis sabr, dhe e këshillojnë njëri tjetrin që të bëjnë durim. Pra njeriu duhet duroj gjatë adhurimeve që bën, gjatë gjendjes së tij, duke u bindur Allahut Azza wa Jall, duhet të duroj, ta mbaj veten, ta frenoj veten ndaj atyre gjërave të cilat Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar, si dhe duhet duroj ndaj fatkeqësive që mund ta kapin. Te këto 4 kritere që janë përmendur në këtë sure, me 2 të parat, besimin dhe kryerjen e veprave të mira, njeriu kompleton veten e tij vetëm. Këto i përkasin secilit në veten e tij. Të besojë Allahun Azza wa Jall, të kryejë veprat e mira. Kurse 2 kriteret e fundit, me to njeriu plotson dhe rregullon ambientin ku është, vendin ku është, gjithë shoqërinë ku është. Pra, nuk mjafton vetëm të kryesh vepra të mira, ti të adhurosh Allahun, nuk mjaftohet me kaq. Nuk je i shpëtuar. Nuk i ke shpëtuar humbjes me kaq. Jo, duhet edhe të therrasësh te kjo e mirë që ti po e pretendon dhe ti ndalosh të tjerët nga të këqijat apo nga çdo gjë tjetër që bie kundërshtim me këtë të mirën të cilën ti je. Si dhe duhet durimi. Nëse i bën të gjitha këto, normalisht ke njerëz që do të kundërvihen dhe duhet domosdo të durosh. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 mirësitë Allahut Azza wa Jall.
Pra thamë që mirësia më e madhe Allahut Azza wa Jall është Islami. Pastaj vijnë mirësitë e tjera me radhë. Profeti alayhi salatu wassalam thot dy mirësi. Te këto dy mirësi shumë prej njerëzve janë mashtruar. Janë mashtruar te këto dy mirësi. Dhe këto janë shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë. Dy mirësi janë mashtruar në to shumë prej njerëzve. Shëndeti dhe koha e lirë. Ka njerëz që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë shëndet, po janë shumë të angazhuar me punë. Ka njerëz të tjerë janë të lirë por se nuk kanë shëndetin. Këta kanë një farë arsyetimi, ndërsa ai person të cilit Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë të dyja këto, ka shëndet, ka dhe kohën e lirë, nuk i ka shfrytzuar këto te ajo gjë që ta afrojë tek Allahu Azza wa Jall, ky person është mashtruar. Ashtu siç mashtrohet njeriu në një tregti, mund të shesë një shtëpi apo një tokë, nëse e shet atë shumë lirë dhe e kupton më vonë, ose e kundërta, blet diçka dhe më vonë e kupton që e ka bler me çmim tepër më të shtrenjtë se çmimi real, ky në këtë rast është mashtruar. Të njëjtën shprehje profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur për atë njeri i cili mashtrohet te këto dyja, i cili nuk e shfrytëzon siç duhet shëndetin dhe kohën e lirë. Sikur se nxënësi, në rastin kur ngel, bëhet pishman për kohën që ka kaluar më para, pse s'janë përgatitur për mësimet më para. Apo ai njeri që është sëmur, bëhet pishman kur ka qenë me shëndet të plot, pse se ka mbrojtur këtë shëndet, mos ta arrija në këtë gjendje tani që do rri me ditë apo me javë në spital, apo do rri tërë jetën në gjendje të tillë. Ashtu sikur se njeriu bëhet pishman për këto, ashtu njeriu duhet bëhet pishman edhe për kohën të cilën humb, edhe për shëndetin, edhe për mundësitë që ka dhe nuk i shfrytëzon ato. El Hasan el Basri, një prej tabiinëve thot, kam parë njerëz, kam takuar njerëz të cilët më koprac ishin për kohën e tyre sesa për pasurinë e tyre, sesa për lekët e tyre. Koha e tyre ishte gjëja më e shtrenjtë. Koha e tyre ishte gjëja më e shtrenjtë. Njeriu që e humbet kohën kot, pa përfituar nga ajo, as në punët e fesë, as në punët e dynjas. Do të bëhet shumë pishman. Do bëhet pishman kur t'i vi vdekja, ku Allahu Azza wa Jall tregon për këta njerëz thot, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Kur t'i vi atyre vdekja, ata do të thonë, o Zot, më kthej edhe një herë. Përse ta kthej? A mos kërkojnë që të kthehen në këtë botë që të shijojnë të mirat e kësaj bote? Jo. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Më kthej edhe një herë që unë të kryej vepra të mira te ajo që kam lënë. Pra nuk do kërkojnë ato mirësi që kam pasur në këtë botë. Do kërkojnë, më jep edhe një mundësi tjetër që unë të kryej vepra të mira. Kjo është kur njeriu t'i vjen vdekja. Gjithashtu, dëshpërimi i tij do jetë akoma më i madh ditën e gjykimit. Thot Allahu Azza wa Jall, wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a, kadhalika kanu yufakun. Ditën e Kiametit do të betohen jo besimtarët që nuk kanë qëndruar në këtë botë veç se një orë vetme. E gjithë kjo jetë sa ka kaluar, sa vite ka qenë, do i duket sikur ka qenë thjesht jo një orë me kuptimin që kemi ne tani një orë, por se një çast i vetëm, ashtu do i duket. Kjo për shkak se nuk kanë përfituar nga kjo kohë. Koha që kanë kaluar, jeta e kësaj bote që ka qenë, nuk i ka afruar ata tek Allahu Azza wa Jall, nuk kanë kryer asnjë vepër të mirë. Prandaj do e vojnë këtë gjë ditën e gjykimit. Do bëhen pishman ditën e gjykimit për këtë kohë të çuar dëm, që s'kan përfituar nga ajo. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Abu Huraira thot, paraprini fitneve, sprovave me vepra të mira. Kryeni vepra të mira para se të vinë sprova, të cilat do të jenë si copat e natës së errët. Gdhihet njeriu besimtar dhe ngryset e zë darka kafir. Apo e zë darka besimtar dhe gdhihet të nesër me kafir. E shet fenë e tij me diçka të vogël nga dynjaja. Prandaj të gjithë duhet të shfrytëzojmë kohën te ato vepra të cilat i don Allahu Azza wa Jall, të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që kemi, të përfitojmë me to. Vitet kalojnë, çdo vit që kalon, çdo ditë që kalon, çdo çast, çdo minutë dhe sekond që kalon është një pjesë e jetës tonë. Ebu Darda, një prej sahabëve, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam thoshte, o biri i Ademit, ti nuk je veç se një grup ditësh, je ditë, disa ditë.
sa herë që shkon një ditë, ka ikur një pjesë e jotja. Me kalimin e viteve, me kalimin e muajve, javëve të gjitha, kalon një pjesë e jona. Ndaj secili të shoh çfarë ka përgatitur për kohën që do takojë Allahun Azza wa Jall. Vdekja nuk troket, vdekja vjen pa pritur, nuk e dim kur do vdesim. Ndonjëherë ose shumë herë kemi ëndra dhe njeriu kur nuk e mendon vdekjen. Por ajo që kërkohet secilit është përgatitet për vdekjen, sepse ajo mund të vinë në çdo çast. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet e tij qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjarët e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që I ndjekin me vepra të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në prag të fundit të këtij viti dhe shumë njerëz festojnë festa të ndryshme. Duhet theksuar që muslimanit nuk I lejohet të festojë festat e jo besimtarëve. Pse ne nuk I festojmë festat e jo besimtarëve, nuk do të thotë që kjo është sjellje e keqe e jona ndaj tyre. Jo, mund t'i respektojmë ata, duhet t'i respektojmë. Çfarë kanë ata është mes tyre dhe Allahut Azza wa Jall, ama të qanurit që ne I respektojmë nuk do të thotë që ne të festojmë festat e tyre. Respekti është diçka dhe festimi I festave të tyre, sidomos festave fetare, është diçka tjetër komplet. Sikurse nuk kërkohet nga jo musliman që të festojnë festat e muslimanëve. Ashtu nuk bën që edhe muslimani të festojë festat e të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kush përgjasohet me një popull, ai është prej tyre. Ai është prej tyre. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja, një prej dietarëve të mëdhenj islam, thotë dietarët janë në konsensus që nuk lejohet urimi I jo besimtarëve në festat e tyre. Aq më tepër nëse kjo festë përmban shirk. Thotë dhe urimi I tyre në festat e tyre, të cilat përmbajnë shirk, është akoma më I rëndë se urimi I tyre për pirjen e alkoolit, urimi I tyre për vrasjen, urimi I tyre për kryerjen e imoralitetit apo gjunaheve të tjera. Prandaj le të kemi kujdes në këtë kohë që jemi. Muslimani as nuk uron për Krishtlindje, as nuk e beson atë që besojnë ata. Ata besojnë lindjen e Zotit. Ndërkohë, për ne muslimanët, Isa alayhi salam nuk është biri I Zotit. Është profet për profetëve të Allahut Azza wa Jall. As nuk festojnë vitin e ri, I cili në origjinë është festë pagane e idhujtarëve. Transmeton Ibn Abbasi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu Azza wa Jall, pra është hadith qudsi: "Më përgënjeshtron mua I biri I Ademit dhe më ofendon mua." Më përgënjeshtron mua I biri I Ademit dhe më ofendon mua. Përgënjeshtrimi që ai më ka bërë është kur mendon që unë nuk do kam për ta ringjallur atë më. Përgënjeshtrimi kur njeriu mendon që pasi që të vdes nuk do ringjallet më. Allahu thotë që kush e mendon këtë gjë, ky më ka përgënjeshtruar mua. Ndërsa ofendimi që ai më ka bërë është kur thotë që unë kam fëmijë, ndërkohë që unë jam I lartësuar që të kem grua ose fëmijë. E transmeton Buhari. Lutim Allahun Azza wa Jall, na forcoj neve në fenë e Tij, na largoj nga çdo gjë tjetër që e kundërshton fenë islame dhe udhëzimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na bëj prej atyre të cilët kur e dëgjojnë diçka e praktikojnë atë në formën më të mirë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush më çon mua një salavat, Allahu I çon atij 10 salavate. Sot jemi në ditën e Xuma, ndaj shtojini salavatet mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahu dhe me lajket I çojnë salavate profetit, o ju që keni besuar, çojini profetit salavate dhe selame. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin, innaka Hamidun Majid.